ti shohësh bletët me vëmendje, ato në moment që ushqehen, që të vazhdojë pjelljen bleta punëtore, i shikon bletët duke janë disa bletë që vrapojnë shpejt nëpër kornizë. Edhe aty kjo duhet me ndodhë, që shumë gjëra duhet me ndodhë që unë t'ua tregoj me fakt se si veprohet tek ajo bleta, se si është fiks. Se kur nuk të ndodhë një diçka sado që të rish ta shpjegosh, jo thotë se është ashtu dikush, jo po dikush thotë është kështu. Sepse është shumë interesante edhe pjesa kur vazhdon pjelljen bleta punëtore, janë disa bletë që i ka ushqyer që bëjnë pjelljen, e pjellja normal që del mashkullore, por ato vrapojnë nëpër korniza, janë të dallohet me fjalë se cila është ajo bleta punëtore që bën pjellje. Po nuk është se është një, janë shumë bletë që bëjnë pjellje.